për pjesën e tretë, do ta nisim me kohën prej 90 sekondash të Martin Llazanit. Është momenti për fjalimin e tij. Le të shohim se cili është mesazhi që ka zgjedhur. Martin, fjalat për ty. Normalisht mesazhi do ishte patjetër lidhur me kafshët, që jam veterineri. Por do lidhen dhe me familjen, do të thoja një gjë shumë të shkurtër që çiftet e reja është mirë që para se të bëjnë një fëmijë të marrë një kafshë, sepse kujdese për kafshën i përgatit për kujdesen për një fëmijë dhe çiftet që tashmë kanë një fëmijë është mirë ta marrin prapë se ta marrin një kafshë, sepse i ndihmon që fëmia të rritet më i qetë, i ndihmon të socializohet, i ndihmon të kuptojë dashurinë, i ndihmon të kuptojë respektin për një qenie tjetër. Është gjithë studimet tregojnë që bëhet një fëmijë më i lumtur dhe më i shoqërueshëm. Faleminderit Martin Llazani, faleminderit për mesazhin tënd si një veteriner i mirë që je, të ftoj të na bashkohesh sërish, ndërkohë që studioja jonë është mbushur me pjata të shijshme dhe janë kaq elegante, këto të shtuar. Është një pikturë mbi pjatë. Një pikturë mbi pjatë. Bukur e gjetë. Është një pikturë. Dhe vik të herë pjatat tona dhe pjata e shefit që do të prezantojmë tani nga restorant Kormeum dhe shefi që kemi sot në studio, Ergis Myzeqari. Mirë se erdhe Ergis, falenderoj që jete ne sot. Faleminderit ju. Por nuk mund mos komentoj dot uniformën tënde sot se që ka fantastike. Faleminderit. Se u pak më nga e majta jote të shohim. Atëherë çfarë ke aty ti, ajo është një lugë? Luga, është dhe me piskatore që përdor edhe për dekorimin e pjatave, gjërat vogla. Te detaj që bën diferenca, kështu që sigurisht. Po tjetra çfarë? Edhe kjo gjithashtu piskatore për të vendosur. Wow, s'kisha parë ndonjëherë. Ulet mbi pjatë. Këto pjata vetëm me ato mund të bëj. Sepse dora s'mund ta kapi dora për shembull. Po shumë e bukur. Më duk sigurisht të qepura për një moment këtu dhe thashë ke pjesë të uniformës, po shumë bukur. Faleminderit shumë. Falenderoj që je këtu me ne sot. Faleminderit ju. Urime për komplimenta për pjatën. Faleminderit. Shumë e bukur. Vetë se ne mezi po presim ta shijojmë, duhet jetë dhe shumë e shijshme. Si quhet kjo pjatë? Kjo është një antipaste ftohtë deti, ceviche levreku, e marinuar me reduksionin e shegës të egër, kurse tjetra është tartar skambi, mbi bukën e shtëpisë dhe carpaccio lule shtrydhe me fillin kokosi. Okej. Atë le ti shohim edhe një herë me radhë për bërësit, cilët janë? 300 gram skampi, një kokër lajm, 10 ml Worcester, një kokër lule shtrydhe, bukë e shtëpisë me gjalp që është mbi tartarin e skampit, dhe ceviche e kocit që është këtu me frutin e pasionit. E ke shoqëruar me verë të bardhë? Me verë të bardhë, po. Është si një aperitiv, si një hyrje? Si startus, një aperitiv, po. Starter, po. Welcome. Po. Welcoming e shoqëruar me verë të bardhë, ftohtë, shoqëruar dhe vera që janë sigurisht do të kënaqeni dhe juve. Shpresoj ta shijoni Kormeum. Besoj që duhet ta dini, po për ata që nuk e din ku ndodhet Kormeum. Në kombinat. Në kombinat, super hënd aty. Është vërtet shumë i bukur. Unë falenderoj shumë. Faleminderit ju, ishte një kënaqësi shumë e madhe. Si po presim ta provojmë edhe pjatë. Dhe furime. Faleminderit. Faleminderit ju. Gëzuar Kormeum, gëzuar. Ajde, vera fantastike. Super. Jam shumë kurioze ta provoni pjatën, edhe të marrin përshtypjet e para. Shumë e mirë. I lumshin duart shefit. Faleminderit Restorant Kormeum për bashkëpunimin edhe për këtë pjatë fantastike që ka realizuar sot për ne, Wow. Edhe biseda bëhet edhe më e këndshme për këtë ushqim kaq të shijshëm përpara. Edhe kaq të dekoruar me finesë të jashtëzakonshme, sepse kjo bie në sy më një herë te këto pjata që patëm sot në studio. Ndërkohë që sjellin fotot tuaja edhe një herë të gjithë të ftuarve tanë, sot do doja nga një mesazh le të themi të fundit përmbyllës në lidhje me temën e sotme. Sekreti një raporti jetë gjatë në çift, cili do të ishte? Florinda. Një pjatë e mirë e gatuar. Dashuria kalon nga stomaku dhe se ke keq, Martin. Në çast. Mesazhi im do ishte që duhet luftosh për të pas një marrëdhënie të mirë. Nuk mjafton thjesht dashuria e fillimit, duhet punë. Rajna. Sinqeriteti në çift është shumë i rëndësishëm. Trajtoj atë që ke në krah, si ta kesh një princesh, edhe pse mund të kesh 30-40 vite martesë. Bukur. Trajtoj atë në krah njësoj si veten tënde. Do me thënë, ajo që do t'i dinte ati do më dinte njësoj si për veten time. Dhe kështu që në momentin që aty që kemi përballë na dhem si për veten, ajo është dashuria. Ajo është dashuria e madhe. Faleminderit shumë që ishit sot me mua. Unë dua që të vazhdojmë ta provojmë këtë pjatë, të shumë e shijshme. Gëzuar zemër. E provuat. Shihen fantastike, fantastike. Po ajo ishte e mirë. Gëzuar. Qershia gëzuar.
Gëzuar të gjithëve, faleminderit shumë për ato që të dashmiqe edhe për sot. Unë ju uroj një fundjavë të këndshme, të diel të bukur nesër dhe së bashku të takohemi sërish të hënën. Faleminderit, natën e mirë.